Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur mesditën e sotme në aksin rrugor Fier-Lushnjë, në vendin e njohur si kryqëzimi i Vajkanit. Ngjarja ka përfshirë dy automjete, mjetin tip BMW dhe mjetin tip Citroen, të cilat janë përplasur me njëra tjetrën me pasoja tragjike. Fillimisht u raportua për 3 persona të lënduar, të cilët u transportuan me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit, por mësohet se një prej tyre, një grua, nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra dhe ka ndërruar jetë. Forcat e policisë rrugore mbërritën menjëherë në vendngjarje duke bërë të mundur izolimin e zonës dhe devijimin e qarkullimit, i cili për disa minuta u paralizua për shkak të grumbullimit të automjeteve në të dyja drejtimet. Qarkullimi u stabilizua me vështirësi në drejtimin e patrullave të policisë. Grupi hetimor ka nisur punën për të zbardhur rrethanat e këtij aksidenti, ndërsa po merren në pyetje dëshmitarë që ndodheshin pranë momentit të përplasjes. Mësohet se emri i viktimës është Mariana Kovaçi, rreth 60 vjeçe. Gjithashtu nga burimet spitalore bëhet me dije se 2 të lënduarit e tjerë ndodhen nën kujdesin e mjekëve dhe po marrin trajtimin e nevojshëm, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore mbetet për të monitoruar.